Çka nëse të thamë se Kurani dhe Dr. Joe Dispenza po flasin për të njëjtën gjë lidhur me manifestimin. Në Kuran thuhet, në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që u është premtuar. Kjo do të thotë se ajo që ti po pret, ajo që dëshiron, tashme ekziston. Edhe pse nuk e sheh me sy, ajo ekziston në të padukshmen. Dr. Joe Dispenza këtë quan fusha kuantike, një fushë e padukshme në të cilën ekziston gjithçka, çdo mundësi, çdo verzion i jetës tane. Edhe në Bibël thuhet, para se ta kërkoje, unë ta dhash. Pra realiteti yt i dëshiruar ekziston tashme në potencial. Nuk duhet krijohet, ti vetëm duhet të lidhësh me ta. Në këtë fushë të padukshme gjenden të gjitha verzionet e tua të mundshme. Verzioni i shëndetshëm, verzioni i pasur, verzioni me dashurinë e jetës, ai verzioni që je gati ta pranosh. Arsyeja pse shumica e njerëzve nuk arrin ta shohin këtë realitet është sepse vazhdojnë të mendojnë të njëjtat mendime, të njëjtat emocione dhe të përjetojnë të njëjtat situata. Pra, mendimet dhe emocionet krijojnë fushën elektromagnetike, aurën tënde, sinjale që ti dërgon në këtë fushë të padukshme. Kurani e pohon këtë parim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që është në vetveten e tyre. Pra, përderisa nuk ndryshon brenda teje, asgjë jashtë teje nuk ndryshon. Kur ti fillon të ndryshosh mendimet, të transformosh emocionet, atëherë aura jote fillon të dërgojë sinjale të reja. Pastaj fillojnë të shfaqen mundësi të reja, sinkronizime, takime, rastësi që nuk janë rastësi. Realiteti fillon të lëviz drejt teje sepse edhe ti je duke lëvizur drejt tij. Prandaj mos pyet veten, kur do vi ajo që dua? Pyet veten, kush duhet bëhem unë që të jetoj atë realitet? Sepse nuk është fjala për të pritur, por për të bërë. Kur ti bëhesh verzioni që është gati ta pranojë atë realitet, atëherë realiteti shfaqet natyrshëm.